Sot po ndërtojmë diçka që të shërben jo vetëm grave, por dhe vetë institucioneve tona të sigurisë në vend. Gratë janë pjesë aktive institucioneve tona të sigurisë dhe këtë neve kemi dëshmuar me dekada me radhë. Kontributi i tyre, kontributi i juaj, është i pamohueshëm në polici, në mbrojtje, në mbikëqyrje institucionale dhe në menaxhimin e emergjencave. Rjeti të dashura mike është menduar si një mekanizëm mbështetës që plotson strukturat ekzistuese. Ai nuk zëvendëson mandate apo kompetenca, por i fuqizon ato përmes bashkëpunimit profesional dhe dialogut të vazhdueshëm. Përmes këtij rjeti, gratë pjesëmarrëse mund të ndajnë praktika të mira, të mësojnë nga njëra tjetra dhe të ndërtojnë iniciativa të përbashkëta. Nuk mund të ketë siguri të qëndrueshme pa përfshirjen kuptim plot të grave. Themelimi i rjetit të grave në sektorin e sigurisë shënon një ktej strategjike për Republikën e Kosovës, duke shkuar përtej aspiratës për barazi. Ky rjet do të shërbejë si një urë bashkëpunimi, një hapësirë ku profesionalizmi dhe përkushtimi i grave përkthehet në fuqi vendimarrëse në shërbim të shoqërisë në tërësi. The Netherlands firmly believes that security institutions gain both legitimacy and effectiveness when they are rooted in trust, accountability and inclusion. As we all know, the challenges which the security sector in Kosovo faces are neither abstract nor new. Fragile trust between communities, civil society, and law enforcement agents, more specifically in the north of the country, continue to affect public safety and social cohesion. At the same time, women remain significantly underrepresented across the security border body, security sector body, especially in leadership and decision-making roles. And I just heard that overall, more or less, the figure went up from 10 to 12% to 30% now. Part of today's event is the establishment of the Kosovo Women Security Network. This network is more than just a platform. It is an investment in people, leadership, and long-term change.